Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës, Briseida Çakëri, vijon takimet me qytetarët, por edhe bizneset. Ajo ndal në një takim me biznesin Fason, teksa thot se Vlora punon me zemër. Kandidatja Çakëri vizitoi një fabrikë këpucësh ku mbi 70 zonja të palodhura janë pjesë e përditshme prodhuese. Na pritën me buzëqeshje, thot ajo, dhe për zemërsi, ashtu siç din vlonjatet. Mes diskutimeve të ngrohta dhe atmosferës plot energji, u ndjem edhe njerë krenar për fuqinë dhe rolin e gruas në zhvillimin ekonomik të qytetit, thot ndër të tjera kandidatja e Partisë Socialiste për deputete. Briseida Çakëri thekson se Vlora është grua, e fortë, punëtore dhe i gjithmonë me buzë në gaz. Pashtu kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës, Briseida Çakëri, u takua edhe me bizneset e vogla. Ajo vizitoi bizneset Artizan, që i cilëson fantastik dhe plot pasion dhe kreativitet. Krijojnë suvenire që mbajnë gjallë traditën dhe bukurinë e vendit tonë, thekson ndër të tjera kandidatja socialiste, duke u shprehur se duhet jemi krenar për punën e tyre dhe për gjithçka përfaqësojnë. Çakëri kërkoi mbështetje për Partinë Socialiste më 11 maj, por gjithashtu edhe për votën personale për të qenë një zë përfaqësues i bizneseve në Parlamentin shqiptar.